E vërtetë është zgënjyese, mos prisni asgjë nga rruga europiane. Tekstualisht, asgjë, këtë nuk e them unë, e thot kryeministri Kristian Mickoski. Kështu ka deklaruar sot kryetari i LSDM-s opozitare Vinko Filipçe, gjatë një fjalimi të tij në kuvent në ngjarjen Zëri i qytetarëve në kuvent, debat kombëtar mbi rolin e kuvendit në procesin e bisedimeve me BE-n. Njeriu thot se nëse është e nevojshme do të presim dekada për Europën. Çfarë mund të presim pas një deklarate kaq të qartë publike se kjo qeveri nuk do të bëj asnjë hap drejt Europës. Në këtë kontekst, agenda e reformave është një tregues tjetër se kjo qeveri nuk po bën asgjë. Gjatë vitit 2025 duhet të miratoheshin një duzin ligjesh në sferën e drejtësisë. A e dini sa u miratuan? Vetëm një, dhe kjo me udhëzim të zbatuar pjesërisht nga misioni i vlerësimit të Bashkimit Evropian. Kjo është e vërteta. Ai pyet se çfarë mund të bëj parlamenti kur qeveria nuk procedon asgjë dhe nuk dërgon asnjë ligj në parlament. Kështu që shton ai, derisa të ndryshojë mendimi kësaj qeverie dhe mendimi nuk do të ndryshojë dhe me qira fjala thot se pra derisa të ndryshohet qeveria, nuk do bëhet asnjë hap përpara drejt Bashkimit Evropian. Theksoi se me fjalë të tjera, parlamenti nuk mund të bëjë asgjë kur materialet, ligjet reformuese nga qeveria thjesht nuk arrin organet, komisionet në parlament.